Shqetësimet për siguri në vend u diskutuan edhe në Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi, me tekst të veçantë aspektet e sigurisë në Ferizaj dhe rrethin. Derisa qeveria qendrore ka paralajmëruar dhe kërkuar nga qytetarët që mos qëndrojnë në vende shumë të frekuentuara dhe të shmangen koncerteve dhe vendeve të mbyllura siç janë diskotekat, policia e Ferizajt nuk ka ndonjë sinjal që në Ferizaj të ketë nevojë për siguri më të shtuar. Fatmirësisht më them se Regioni Ferizajt, stacioni ku unë mbuloj, është i qetë dhe shumë stabil. Gjithë qytetarët janë të qetë, nuk kemi ndonjë paralajmërim se do të ketë ndonjë problem pak më të madh sa i përket sigurisë. Nuk kemi paralajmërime të mundshme për ndonjë atak apo diçka tjetër, mirë po ne si zakonisht policia jemi tanë herët në gatishmëri dhe punojmë, mirë po kemi edhe disa plane nga shtapi i përgjithshëm që shtu vigjilenca në regionin e Ferizajt e posaçërisht në stacionin policisë të Ferizajt, mirë po thash edhe më herë sa i përket sigurisë është një siguri stabile, me këtë edhe i falenderoj qytetarë që kanë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me neve, do të ata janë qytetarët janë të mirënjohës për këtë punë që ne nuk kemi punë sa për këtë sigurisë. Megjithatë, për këtë temë, kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se u bisedua gjërë e gjatë, duke bërë edhe plane operative që njerëzit të cilët bëjnë pjesë në këtë këshill të kontribuojnë për vende ku veprojnë. Mendoj që Kosova është pjesë rrjedhëse e Evropës dhe duhet në këtë frymë edhe të trajtohen të gjitha gjërat, sado që qyteti i Ferizajt është një nga qytetet më të sigurta në Kosovë. Edhe për shkak të situatës që po mbretëron tani, po edhe për shkak që kemi trende të rënjes së të gjitha veprave kriminale, është për të theksuar që ne në 2 vitet e fundit nuk kemi asnjë vrasje në qytetin e Ferizajt, që është për çdo lavdat dhe që të gjitha këto atribute pozitive i ka qytetari i Ferizajt dhe organet e pavarura që merren me sigurinë e tyre, me të cilët unë kam pas takime të vazhdueshme, të rregullta edhe paraprakisht para kësaj mbledhje, si me drejtorin e policisë rajonale, komandantin e policisë, kryeprokurorin, si dhe kryetarin e gjykatës. Ndërkaq për paralajmërimet e partive opozitare që më 28 nëntor të mbahen protesta kundër marrëveshjeve të nënshkruara me Serbinë, kryetari Sfarqa tha se as është diskutuar sot për këtë çështje nga Këshilli i Sigurisë në Ferizaj. Mendimi im personal është që nuk është të zgjedhur dita, sepse ne do të dallojmë ditën kur festojmë dhe ditën kur protestojmë, por është për zgjedhje e tyre, unë s'kam asgjë kundër, e respektoj. Kjo nuk ndërlidhet absolut me veprimet e brendshme dhe nuk mund t'i atribuohet këtyre çështjeve. Mendoj që kjo është krejtësisht jashtë zhvillimeve politike që po mbretërojnë Kosovë, dhe mendoj që këto janë çështje kaluese, absolut nuk s'kem asnjë arsye për të diskutuar. Në Këshillin Komunal për Sigurinë në Bashkësi u rrehen edhe çështje të tjera, siç është problemi me emërtimet e rrugëve të fshatrave dhe qytetit, përgatitjet për festën e flamurit, si dhe investimet që presin të realizohen me fondet e qeverisë së Kosovës.